Përshëndetje, sot do të shpjegojmë se çka është një cold wallet dhe pse është më rëndësi që çdo herë kriptovalutat t'i mbani në një cold wallet dhe jo në një exchange. Exchange-at çdo herë do t'i përdorin për blerjen ose shitjen e kriptovalutave. Kurse për ruajtjen e kriptovalutave në spot çdo herë do t'i mbajmë në një cold wallet. Se do t'i mbajmë për shkak se kur i mbani në një cold wallet, veç ju keni akses në atë wallet, e keni frazat e juaja ku do t'i ruani, t'i shkruani në një letër, jo t'i bëni screenshot ose t'i regjistroni diku, por veç në një letër, atëherë ju jeni pronari i kriptovalutave të juaj. Do me thonë juve nuk ju intereson nesër a do të bllokohet Binance, a do të mshelet OKX ose çka do të ndodh me exchange. Ju jeni pronar i kriptovaluta. Nëse keni kriptovaluta në një exchange, mund të ndodhë që kohën e fundit që ka ndodhur hakimi, i cili është në top 10 exchange, ku është hakuar mbi $1 miliard në Ethereum. Nëse ju keni pasur Ethereum në OKX, Ethereum ju është hakuar dhe shumë gjosa ka pasur që ju të mbetni pa Ethereum. Do me thonë investimin të juaj që keni bërë në Ethereum. Për këtë arsye, çdo herë më rëndësi që të keni një cold wallet. Cold wallet kemi shumë opsione, por një ndër opsionet që unë i përdori, që mujnë me po, është cold wallet. Cold wallet Ledger ka disa opsione, mujnë me po të disa opsione, ku unë e përdori cold wallet Ledger Nano, dhe kur të hini këtu i keni disa opsione. Unë kam personalisht Ledger Nano X, i cili kushton 174 franka ose dollar. Ki cold wallet përpon mbi 5000 dhe këtu mundi me zgjedh ju vetë sipas buxhetit që keni, a me bler Ledger Nano X ose Ledger Nano S Plus, nuk është shumë diferencë, me të varet nga stili juaj dhe siç e dëshironi ju. Të gjithë këto e kanë një funksion. Do me thonë ju jeni pronar i kriptovalutave kur ti depërtoni cold wallet dhe nuk ka asnjë mënyrë që të hakohet cold wallet e juaj. Për shkak se ju keni frazat ku normalisht duhet t'i ruani në një letër dhe çdo herë kur të kyçeni duhet të regjistroni frazat dhe me këtë Ledger çdo herë duhet ju të bëni akses nëse doni me bë, do me thonë, transferimin e një kriptovalutë ose transferimin e Bitcoin, nëse doni me transferu në një exchange, çdo herë ju do të konfirmoni vetë personalisht aksesin kriptovalutës që doni me transferu në exchange. Për këtë arsye është shumë i sigurt Ledger, unë personalisht e përdori shumë. Tu keni disa opsione të Ledgerit. Normalisht Ledger është pak më i shtrenjtë dhe është më i miri në treg momentalisht, por kena po ashtu edhe opsion më të lirë, Tangen Wallet, i cili është po ashtu edhe ki një cold wallet, i cili nuk lidhet me internet. Kur të porositin Tangen Wallet, do vjen në një kuti 3 kartë. Do me thënë këto janë si 3 karta. E po, instaloni aplikacionin, i cili bëhet instalimi në 3 minuta, instaloni aplikacionin dhe kartët juaj që i keni, instaloni dhe i verifikoni, i regjistroni në telefonin juaj. Dhe kur të doni të bëni transferimin e kriptovalutave në Tangen Wallet, çdo herë si konfirmimi juaj do të jetë karta juaj që e keni. Do me thënë për të bërë akses, për të konfirmuar transaksionin, çdo herë duhet të afroni kartën te telefoni juaj dhe në këtë mënyrë do të bëhet aksesi. Kjo është një opsion pak më ndryshe se Ledger, do me thënë nuk duhet ju këtu që të keni të ruani frazat, por frazat e juaj personale janë këto 3 karta. Por çka është negativiteti? Nëse ju keni porositur 3 karta dhe ndodh që të 3 kartat i humbisni, aksesi juaj në këtë cold wallet do të humbet përgjithmonë. Për këtë arsye çdo herë duhet i porositni 3 karta. Mund të po këtu që kjo është e bazuar në Zvicër dhe ka 25 vjet garanci. Do me thënë është e testuar në mënyrë ekstreme dhe këtu mundi me zgjedh kur të bëni porosin Ledger në 3 karta si set ose në 2 karta. Unë preferoj që të bëni për prerje në 3 karta, më mirë të keni një kartë tepër se një kartë më pak. Seti me 3 karta kushton $69, por nëse porositni nëpërmjet linkut që do të keni poshtë ndër video, po ashtu keni edhe për Ledger, edhe për Tangen Wallet, do të keni çdo herë 10% lirim. Vlera juaj e Ledgerit ose Tangen Wallet. Dhe këtu mundi me zgjedh se çfarë ngjyre doni me pas kartë. Mundi me po këtu, mundi me zgjedh çfarë ngjyre doni, a doni jeshil, a doni logon e Bitcoinit, a doni logon e Shteteve Amerikane, dhe çdo herë duhet të porositni, është mirë preferenca ime që të porositni 3 karta. Ka dalë edhe opsioni më i ri në treg, i cili është 2 karta plus një mihir. Do me thonë, vend që të keni 3 kartë, ju keni 2 karta dhe mihir. Ki mihir është po ashtu e zëvendëson, do me thonë, kartën e tretë që keni pas dhe e mbani si normal mihir në dorë, dhe nëse doni me bë konfirmimin e transaksionit, me thonë me bë shitjen e Bitcoinit të cilin e keni në Tangen Wallet me çuar një exchange, çdo herë transaksionin duhet të konfirmohet nëpërmjet këtij mihirit ose karta. Këtë mundi me po që vlerja e këtij setit kushton pak më shtrenjtë, $160, po ashtu edhe në këtë set keni 10% lirim,
nëse porositën nëpërmjet linkut që keni ndër video. Unë më po këtu që kjo është një Tangen Wallet, një cold wallet i cili instalohet rreth 3 minutave, domethënë është shumë i thjeshtë për tu përdorur, nuk ka asnjë problem. Po ashtu edhe ki përbën shumë kriptovaluta, mundi me po këtë përbën Bitcoin, Ethereum dhe të gjithë kriptovalutat. Mundi me bë buy, sell, swap, po ashtu stake kripto mundi me bëni në Tangen Wallet dhe shumë kriptovaluta tjera. Unë çdo herë kriptovalutat i ruaj një cold wallet. Exchange-at i përdori personalisht veç nëse du me bo blerin ose shitjen e kriptovalutave. Exchange-at do t'i tretoni si një shitore. Do të thonë, shkoni në shitore, e bleni produktin dhe dilni nga shitore. Nuk ka nevojë që produktin masi të paguni të mbaj pronari i shitores. Dhe kështu është me exchange-at. Ju nëse ruani kriptovaluta një exchange, masi keni bo blerjen, po ashtu keni mundësi që të ruani në një exchange, nëse ndodh që exchange të hakohet, të mshelet, atëherë edhe ju keni humbur kriptovalutat. Kurse nëse ju keni kriptovaluta në një cold wallet, për shembull tamam në Tangen Wallet ose në Ledger, juve nuk ju intereson as mshelur Binance. Okej, nëse është mshelur Binance, ju Bitcoinin tuaj ose kriptovalutën të transferon në një exchange tjetër, për shembull në OKX, në Bitmart, në Gate.io, në Mexc dhe në këtë mënyrë mundi me bë shitjen e kriptovalutave nëse doni me bë shitjen ose po ashtu nëse doni me bë bler. Këtë arsye çdo herë duhet të përdorni një cold wallet. Nëse ju pëlqen kjo videoja, mundi me na bërë një like dhe subscribe në YouTube dhe miru pafshim te videon e radhës.